Ju lutem, tani mos ta banaliz. Shiko, ju lutem. Projektligji për barazinë gjinore ka shkaktuar debate të forta në Komisionin e të Drejtave të Njeriut mes deputetëve të mazhorancës dhe përfaqësuesve të koalicionit Pro Familjes. Përfaqësuesit e shoqërisë civile që ishin të thirrur në dëgjes pretendojnë se ligji ka hapësira për interpretim dhe se nuk sankcionon qartë se ka dy gjini, çka sipas tyre vën në rrezik familjen tradicionale. Pra, gjini sipas këtij ligji ka kuptimin gjithëpërfshirës në përputhje me parimet e barazisë dhe mosdiskriminimit lidhur me identitetin dhe shprehjen gjinore, hap rrugën për njohjen ligjore të identiteteve gjinore të tjera përtej burrit dhe gruas në përqasjen tonë së non-rendi natyror dhe biologjik të krijimit. Kërkesa e koalicionit është kufizimi i gjinisë vetëm në dy kategori natyrore binare, mashkull dhe femër. Pra, zhdukja e konceptit burr-grua dhe zëvendësimi i gjinit të shumë fishta, të ndërthurura apo gjithëpërfshirëse në vendet aplikuara nuk ka sjell barazi, por ka prodhuar në familje probleme. Ndërkohë që sipas deputetes socialiste Iris Luarasi, projektligji nuk flet për më shumë se dy gjini, por për garantimin e të drejtave për orientimin seksual. Neni 2 i Traktatit për Bashkimin Evropian përcakton jashtëzakonisht shumë qartë se respektimi i dinjitetit njerëzor, i barazisë dhe i të drejtave të njeriut janë vlerat themelore të Unionit Evropian, vendi ku ne duam që të aderojmë. Është gjithashtu neni 21 i Kartës së të drejtave themelore të Bashkimit Evropian, i cili ndalon në mënyrë eksplicite çdo formë diskriminimi për shkak të orientimit seksual. Shoqëria civile pretendon se dy prej deputetëve të komisionit ishin në konflikt interesi, Iris Luarasi dhe Kidwina Zake, pasi më parë kanë qenë drejtues ose punonjës të organizatave që kanë lobuar ndryshimet në projekt ligj. Por një detaj shumë interesant është që ju keni qenë gjithashtu eksperte psikologe tek qendra Streza, e cila është një nga 28 organizatat që sulmon. Një sekond. Personalisht me deputetët këtu nuk merremi. Unë po flas me zonjën Zaka. Ju lutem. Projektligji propozuar nga qeveria për barazinë gjinore mori mbështetjen edhe të avokatit të popullit. Sipas Erinda Ballancës, kushtetuta ka në thelb mbrojtjen e të drejtave të pakicës, ndërkohë nga sondazhi zhvilluar nga Instituti për Liri dhe Trashëgimi, ku janë marrë në pyetje 10.010 qytetarë nga 12 qarqe të Shqipërisë, ka rezultuar se 97.6% e tyre kuptojnë gjinin si kategori biologjike mashkull-femër, 99% e konsiderojnë familjen tradicionale si themel të shoqërisë, 96% besojnë se zëvendësimi i termave nën dhe bab me prindin 1 dhe prindin 2 do të dëmtojnë identitetin e tyre moral. Gjithashtu në konferencën e mbajtur nga Koalicioni Shqiptar Pro Familjes dhe Jetës, u theksua se qytetarët nuk e pranojnë si kusht miratimin e këtij projektligji, nëse është për të integruar në Bashkimin Evropian.